unë jam martuar që 17 vjeçë. Për ditë s'dija se çfarë ishte burri. Rrjetet sociale aty siç më erdhi për të më takuar i ka prap ditën. Se i thosh hajde më merr se doja që të thishja nga tishe sa më parë. Se një ditë me bukë, një ditë pa bukë. Se është normale që të bëja, i ka nga e keqë, se i ka nga e mira. A i kishtë bërë dhe dinatësim kështu në polici për rubim të mitri. Nuk e kërë që të ndarëm, të shpëtoj fminë dhe kaqë. Ikur, e kështë më shmenje për t'ikur, kishe ikur. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim do sjell historinë e një 23 vjeçare, ajo quhet Hyrie Ropçi dashur miq, e cila do rrëfej jetën e saj të vështirë, e rritur me një nën dhe një vëlla që kishin probleme shëndetit mendor dhe i vetmi që është kujdesur në familje ka qenë babai i saj. 23 vjeçaria u dashurua nëpërmjet rrjeteve sociale me një djalë të ri, ku u largua nga shtëpia, por fatkeqësisht sot pas 4 viteve martesë ajo po përballet me problemet me bashkëshortin e saj. Por kush është historia e kësaj 23 vjeçare? Unë hap dritare dhe e përshëndes me njëherë Hyrien. Përshëndetje nga Tirana në radhë parë. Përshëndetje. Më ke telefonuar dhe ke një problem me bashkëshortin tënd? Problemi është se ai është përdoruesi i alkoolit, pi shumë alkool dhe bën budalliqe. Se qenë dhe në Greqi neve dhe unë 3 vjetë kam beju me prindit atia. Unë aq kam këtu që po jetoj 2 vite që po jetoj vetëm, se një vit ndajta në Greqiu. Se i kërkoj një falje një sot një nesër. Pas sot nuk sot nesër. E dashur Hyrie, ke kërkuar ndihmë te prindit e tu që burri të sjell këto probleme? Prindit e mi unë i kam, nenin unë e kam të sëmur, edhe vajnë e kam të sëmur, babi është dhe i moshuar 98 vjetë dhe nuk... Atje të kushe që jeton baba im u shumë vete, se me fëmija infekcion është pa pastërti, pa gjë. E dashur Hyrie, po gjithë probleme që ti po tregon dhe frika që jeton me bashkëshortin tënd, po me prindrit e tij ke folur? E me prindit ati kam jetuar vite, më kam bajtur, më kam mësuar si njëri. Më kam bajtur se unë jam martuar që 17 vjeçë. O, sa e vogël që jam martuar. Po. Por këto shqetësime, ke folur me vjerrin dhe vjerrën tënde për të treguar që burri juaj, djali i tyre sillet? Ata e di që i bën ato, po s'kan çfarë i bën, se thotë ai është vetë baba, nuk është i vogël më, për ta mësuar njëri. Por çfarë mendon ti? Mendon të ndahesh, domethënë çfarë kërkon? E dashur Hyrie. Të ndahem. Zë babi im është martuar 2 herë se kam 10 vëllezër, po ata janë në Greqi. Ja ke komunikuar burrit tënd që kërkon të ndahesh, ti ikësh nga ai? Ai thotë ik po të qafë, thotë. Nuk ka problem, thotë me mua, ti s'bashkohesh me mua, se... Po ma vika keq, sinqerisht Hyrie, për gjithë që ti po tregon. S'kam asnjë mbështetje, jo vetëm kështu. Vetëm Zoti. Unë sonik i do pa fëmijë, se unë pa fëmijë në shmendën vërtet, se e kam rritur për vërtet. Hyrie, ju keni sjellë në jetë një djalë bashk? Po, një djalë 2 vjeç e gjysmë. Por me djalin si ka raportet babai? Ashtu, fëmija ka, po më shumë është lidhën pas meje. Jo, babai si sillet me djalin? Ashtu jere kështu i vërtet shumë, me mbreme kapi se ja hapi fëmija një kuj kështu për dhëmbësh, e kapi fëmijën e ulli kështu si ku ta ketë top futbollit të fërgoj feri. Dhe hizët fëmija ashtu. Më lejon të pyes ditën e sotme? Po. Më thej që je martuar 17 vjeç. Po, 17 e gjysmë. 18 i bëre tek ai. Por pse vendose të martohesh e kaq e vogël? Po, unë vendosa për një jetë më të mirë, se që ku ishte të babi im ishe kushet ekstreme. Për ditë s'dija se çfarë ishte burri, do me thonë thash. Unë ata shkoj shumë mirë me vjerin, më duan.
sa ajo më mësoj në rriti. Por njoja me bashortin tuaj ka qenë me dashuri apo me mbledhsëri? Facebook. Mund të më tregosh si e njohur me burrin? Rrjete sociale, aty 3 muaj nuk kemi takuar, po thjesht muajin e 3 që u lidha, ika, siç më erdhi për të më takuar, ika prap ditën. Por besoj që sot e ke kuptuar që ke gabuar, që ke ikur po brenda ditës me një burr që se njihje. Po, që besë? A i kështu i dhunë që nuk esh për qenë, i dhunë që nuk esh. Por nuk do të thot një burr të jetë i dhunshëm që të quhet i keq dhe duhet divorcuar, sa ajo është ekstremi. Një burr që pi alkol, nuk sillet mirë me bashorten, që nuk i dhuron dashuri, që e merr djalin si një top futbolli e hedh, çfarë kërkon më shumë ti e dashur Hyria? Qa bëjmë së, ku të vetë, unë s'kam njëri. Unë atje të thashur, ku vetët e prindit e miu, po s'besove, se si kam foto kështu se kam telefon tjetër, po ti kisha do të tregoj qa kushte s'kisha. Të baba im. Në thashur, nenën e kam të sëmur, edhe vlajnë të sëmur, Nga se vlajnë është agresiv. Pse nëna me vllajin janë me probleme të shëndetit mendor? Po. Po nena është dhe sëmur kështu se është sëmur se nena asaj mama time e ka lënë jetime, është rritur jetime, ka rritur një komshije. E dashur Hyrie, ti po më tregon se për shkak të varfërisë që kishe te babai jot u detyrove të martoheshe në moshë të re? Po. Edhe babi ka komunikuar se kam gjeti djalë, babi tha je vogël, mbaron shkollën, je nuk do të shet martosh e vogël, po unë Por çfarë ndodhi? Ai të shkruaj ti në Facebook, mund të ma tregosh komunikimin, ai të propozoi, ti i kërkove të vinte në shtëpi. jo se kërkova të vinte në shtëpi, pa i donte një që të njihshim, nuk e kishte kështu, thoshte një shqiptimi ndaj kafe, mua baki s'më lejonte, se s'kisha dalë ndonjëherë për kafe. Në çfarë viti gjimnazi ishe në ato kohë kur e njohve partnerin tënd? Kam qenë duhe marrua vitin e dytë. Dhe shkollën e le për gjysmë? Po vitin e fundit e lash. 22 vjeçë jam sot. Je 22 vjeçë dhe je shumë e re, akoma. Unë jam fëmijë, shoqet e mia s'e kanë gjetur akoma. Shoqja s'kan se bullizoni në shkollë, më shani, më ofendoni. Jo në kjo është kështu, është ashtu. Pse në adoleshencën tënde je bulizuar në shkollë? Po shumë. Por kush ishte shkaku që të kanë bulizuar? Shok të klasës. Jo, kjo është, më falni për më racake, kjo kështu, nëna jote kështu, kështu. Jo se s'kishte lek baba im kishte lek, po nuk ishte kështu si ta them, nuk kishte lek farë. Besoj që atë periudhë ke përjetuar shumë dhe nuk ke pasur me këtë andash këtë shqetësim kur je bulizuar nga shokët dhe shoqet e klasës. Dhe kuptoj, për shkak se ti nënën e ke me probleme të shëndetit mendor, por kjo është një fatkeqësi. Ç'u bëm? Nuk kam çfarë bë. E dashur Hyrie, motra dhe vëllezër më të mëdhenj ke? Unë kam dy në kështu në nene, që jemi kështu në nene, baba jemi 2 fëmijë, jam unë e madhe, pastaj është vllai. Vllai 19 vjeç, 20 vjeç është. Është më i vogël se ty, e kuptova. Por në momentin që ti u njohe me partnerin tënd, 3 muaj keni chatuar nëpërmjet Facebookut. Po. Më pas çfarë ndodhi? Më pas lëm ditën për të në mars, dhe i thoshë hajde më merr, se doja që të thishja nga tishe sa më farë, se një ditë me bukë, një ditë pa bukë. Por në atë kohë që ti vendose të largoheshe te shtëpia e ti, e një personi që nuk e kishe njohur, ti kishe chatuar, e kishe njohur në mënyrë virtuale, por fizikisht nuk e kishe takuar asnjëherë. Jo, vetëm atë ditë. Ti ishe dashuruar nga fjalët e tij të bukura që të shkruante? Po. Ai erdhi në shtëpi atë ditë dhe çfarë i tha babait tënd? Jo, nuk
nuk kemi në shtëpi fare, në rëmbeu shumë. I ka vetë, me thënë, nuk i thash gjë, i ka vetë. Por si ti babai nuk e njoftove që do largoheshe me djalin që doje? Më mbrapa po, si vajte të shtëpia e tia, po. Po kjo nuk është normale Hyrie, mënyra si pas ke ikur nga shtëpia. Se është normale që dhe, i ka nga i keqë, se i ka nga i mira. Unë i ka thash të shpërtoja. Hyrie, por kur e more babai në telefon, si ja komunikove? Çfarë i the? I thash jam si lëmben, kam i ngjarë dhe ai kishte bërë dhe dinatësim kështu për në polici për rrugim të mitri. Po, se ti s'kishe mbushur ende 18 vjeç, shku që nge larguar nga shtëpia. Edhe pastaj tha e ka marrë tha ai e ka rëmbyer, ka ikur sa me tese. Edhe i thash unë e dua, edhe pastaj e troqi të dinatësimin pastaj se edhe pak muj do tha dhe mu 17 tha. Në çfarë vendi jetonte ky djalë? Po pak 2 orë më larg se unë është ai. Unë ai më tregoi unë për çam. E dashur Hyrie, por djali që ti dashurove dhe ike jetonte me nënën dhe babain. Po, kishte edhe vëllezër, motrën. Si të priti familja e ti? Mirë më pritën, s'pata dhe një që të Unë pata folë dhe me nënën atia në telefon. A i ta kështë prezantuar nënën përpara se të merte në shtëpinë e ti? Po, ja kishte dhe familjes që do ta marrë, e jo thot më hajde me me se kam gullë që vi familje, të më mirë të mua. Pra, le të themi që ti nuk e pasur probleme Hyrie me njerëzit e ti. Vjera të ka dashur me vjerin, të ka respektuar. Unë shtash më kam rritur. Më kam mësuar, se si isha u, si kafsh, le ta themi, as kafsha kupton më mirë se njeriu. E dashur, ti mos u vendos në siklet për këtë gjë, sepse unë e kuptoj, ti e rritur, vërtet e ke pasur nëna në shtëpi, por nëna jote për shkak të problemeve shëndetit mendor nuk ka mundur dot të mësoj dhe ti shumë gjëra nuk i ke ditur dhe ti ka mësuar vjera dhe falendero Zotin që të ka qelluar një vjerë kaq e mirë që të ka dhuruar dashuri dhe të ka trajtuar si vajzën tënde. Por të lutem mos e përdor më atë fjalë kam qenë si kafsha. Se është e rëndë. Rada është ashtu isha, ashtu, tek isha vërtet. Nuk e di se çfarë më them. Si vazhdoi jeta jote në shtëpinë e burrit? Ti u martove, le të themi zyrtarisht, shkove në familjen e djalit që dashuroje, çfarë ndodhi me jetën tënde? Le të themi me jetën tënde në këto 4 vite, se 18 vjeç shkove në shtëpinë e tij, mbushet 18 aty dhe sot je 22 vjeç. Në fillim të më thënë, ai nuk pinte alkohol, por ti pinte, ditë për ditë pinte, nuk ishte kështu, po nuk ishte që bërtiste, ishte agresiva, apo qysh tek. Thjesht vinte gjumë. Sa vjeç, më fal që të pyes, sa vjeç është burri juaj? 28. 28 vjeç, edhe ai që nga shumë i ri në moshë. Ishte ku më të më mua ishte 24, ku sa unë 17, e gjysë. Të dy keni qenë shumë të rinj në momentin që jeni martuar. Ti që kur vajte nuse në atë shtëpi e kuptove që ai ishte përdorësi i alkoolit. Po. E lak 2 vjet kemi kaluar mirë. Kur thuaj kemi kaluar mirë, ai të ka dashur, të ka respektuar. Po. Ka shumë që ku vetën që e filloi prapë atë, pastaj filloi dhunën prapë atje 1 vit. Pse të ka dhunuar? Po, ku isha gërqi, po, ku isha me prita dhe. E dashur Hyrie, ju qëndruat fillimisht në shtëpinë e tij. Sa vite qëndruat në Shqipëri? Po. 3 vjet,
martuar me prindit atij, pastaj ishte 10 vjeç unë kam Greqi. Në Greqi. E dashurie, ju pse morët vendimi të iknit në Greqi? Pse nuk jetove në Shqipëri me vjerrin? Jam i qika i tiki se duhet jetoj veça. Jo se nuk i duhet jetoj jam me vjerën, po jam i tiki se na ishin njerëz shumë brenda, ata 10 veta në shtëpi. Ata 3 goma ishin, një gomë kisha dhënë. E qartë, për shkak se ishe shumë pjesëtar në familje, vendose të ike vetëm me burrin në Greqi. Në ato kohë e kishe lindur djalin? Po, në thashur një djalë ishte 1 vjeç. 1 vjeç. Atëre, u nise me djalin dhe me burrin dhe vajte në Kavalla. Çfarë ndodhi në Greqi? Një javë ka qenë mirë. Një javë vinte, si që ishte në Shqipëri, si që vinte në punë, se i pat punuar në punonte. Po. Edhe një që e një të më ndërëzon të mua, nuk. E ja ndërëzon të familjes. Më ndërëzon të mua. Por çfarë ndodhi që u prishën marrëdhënie dhe ai më pas ushtroi dhe dhunë ndaj teje? Po një vit themi e tjenë Greqi, po, një vit dhunë, derisa beri dhe ato plagosin e thik. Në Greqi. Ato ditë që më bënoj keq, kisha djalin në atë ditë e godita. E godita mi shpullë në fytyrë. Se mbrojta djalin. E godit e ti? E godita. Po? Edhe nuk bëj pishman se e godita se shputo ka fëmijën funit. Pastaj më ka la fëmijën tokën në divan të ullur, se si shpe ngritur djalin në kemë. Po? Edhe pastaj më ka marrë për flokësht edhe me e gjumit edhe më ka godita, fort, të koka. Kjo ishte era e parë që të goditi dhe të dhunoi? Po, kjo ishte era e parë. Por herë të tjera të ka dhunuar? Po, kështu, ku ashtu. Se i thosha, u vënoj me burën, me të mira, dhe u vënoj edhe mund të kemë për ti që se në mërzitia. Por pse nuk e denoncove në polici, kur ai të dhunoi? Ose në denoncove se kisha fëmijë, edhe s'kisha kudzia, edhe gjuzia. Por me vjerin folen telefon, u tregove çfarë kishte ndodhur? Nuk ja tregova. Ja tregova më vonë, mbasi viti. E mbajta 1 vit, e mbajta fshekë dhunë. Por sot që flasim të dyja, ai të dhunoi? Jo, që ku shumë në Greqi, nuk po më dhunon, jo. Të them realitetin. E la 6 muaj folin mirë, vinë të punë, prape filloj. Një vas. Sa kohë qëndruat në Greqi? Në Greqi 1 vit. Por pse vendosët të ktheheshit? Po e për shkak të që për rejse. Për plagosjen e shokut? Po. Nuk u ndalua nga policia, nuk u arrestua bashkëshorti juaj për plagosje? U arrestua pa e nëzorëm shpejt, ka për me avokatin. Dhe doli nga burgo. Sa qëndroi brenda? 10 ditë. E dashur Jurie, pas kësaj ngjarje ju vendosët të ktheheshit në Shqipëri dhe aktualisht ti ku jeton? Në Gramsh, këtu ku jam. Por vjerën e ke afër? Jo, lartë me Markeza, rrinë fshat ata. Dhe kanë qua ata bakti, kështu gjallë. Por këto 6 muaj që ti po jeton me burrin, situata nuk ka ndryshuar, është e njëjta në shtëpinë tënde? Ka ndryshuar se nuk pak pirë me thënë të drejtën, nuk pinte. Çfarë kërkon sot ti prej burrit tënd? Nuk kërkoj që të ndarëm, të shpëtoj fëmijën dhe kaq. Dhe këtë gjë më the që ja ke komunikuar atit dhe ai të ka thënë largohu nëse nuk do të qëndrosh me mua. Po, thot, jem me kartel, thot, nuk di çfarë flet, aq e mendje, thot. Ti e ke marrë vendimin që të ndahesh nga bashkëshorti jot sepse nuk je e lumtur me të, por çfarë ke menduar për veten tënde? Ku do shkosh? Ndaj të drejtova aty, ndaj se si do të shkoj, thash më ndihmosh se ngjesh ndaj banes, pak sa me qira, se
edhe të punoj, edhe fëmijë të siguroj, që edhe vetë punoj, se unë jam aq e zoj të punoj, se nuk jam e ngordh, të themi e paaft. Punoj, se unë me këmbë me duar jam, qoftë si jam sakat, jo. Hyria, ju jeni arritur për të marrë vendimin për veten tuaj, nëse doni të jetoni me partnerin apo jo, por unë desha të të pyesja, e ke konsultuar me babain tënd, ke folur me familjarët e tu, që ke vendosur të divorcohesh me burrin ose me vjerrin, me vjerrën, ata të kanë dashur, të kanë respektuar, me ata ke folur, ju a ke treguar këtë situatë në të cilën ti ndodhesh? Ja, kam treguar, por nuk kam çfarë bëj me ata. Se i si dëgjon, do si mas mendjes vetë, si t'i shkrepin. Jo, ata të mbështesin për divorcin, apo të thonë që mos u ndaj? Ma të thonë shturp. Na ve një të neve, së shturp. Kush ta thot fjalën në shturp, divorci? Një vjera. Një ti që marrë, së shturp. Ti ke bërë shumë gabim që nuk e ke denoncuar dhunën kur ka ndodhur në Greqi, por me qenë që je në Shqipëri, nëse ai të prek me dorë, të dhunon, ti menjëherë drejtohu policisë. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, mos u ra askënd. S'kam si të drejtohem unë, se ai ka mbështetje dhe nuk ka shumë. Jo. Unë s'kam mbështetje, ai e shef se unë s'kam njëri. Jo, nuk ka lidhje, ai ka mbështetje, ti nuk ke mbështetje. Policia është për të gjithë njerëzit. Kështu që Po thash, pa i ka dhe njerëz të vetë atje dhe nuk e kam përdor, se e di. dua të bëj një pyetje. Duke ditur që ke 6 muaj që je kthyer në Shqipëri dhe ai nuk të dhunon më, dhe ndoshta mund të ketë ndryshuar brenda vetes dhe ti mund ta falësh. Unë dua të bëj një pyetje. Ti e dashuron burrin tënd? Jo. Vetëm për ju të fëmijës, po unë për vete jo. Që ku ashtu që në Greqi, Ti nuk e do më. ja. Por ai të do? Nuk ma ka shprehur që më do. Ti arrin ta kuptosh që ai të do, po për shkak se është i varur nga alkoolit bën dhe gjëra jo të hishme. Por ti e ke kuptuar si femër që të do apo jo? Jo, unë se kam kuptuar, me zemër jo, se kam kuptuar. Ti nuk do t'japësh asnjë shans atij njeriu për të ndryshuar, por kërkon vetëm Dhe 4 divorcin. vjetë të ti. E dashur Hyrie, unë dua që ditën e sotme të flas me partnerin tuaj, sinqerisht nuk dua që ju ta shkatërroni familjen, jam pro familjes, por prap vazhdoj të këmbgul të them që ti je një vajzë e rritur, je 22 vjeç dhe vendimet i merr ti për veten tënde dhe ne nuk kemi askush të vendosim për ty. Nëse do e kishe përballë partnerin tënd, unë dua që ti përçosh një mesazh. Sillet mirë, edhe me fëmijën, kaq. Kam që të them gjë tjetër më shumë. Por nëse ai do sillet mirë dhe do reflektoj, ti do t'i japësh mundësi për të vazhduar jetën me të? Po edhe mund të jap. Edhe mund t'ja japësh. Po edhe mund të jap, në qoftë se ndryshon. E dashur Hyrie, unë do bëj të pamundurën për të ndihmuar. Nëse ti i ke dhënë fund martesës, je një grua e dhunuar, do të ndihmoj me avokat, të bësh divorcin, të kesh përkrahjen e institucioneve për të vazhduar jetën me djalin tënd. Por gjithsesi unë t'i jap një këshill të fundit. Qetësohu dhe jepi pak kohë partnerit tënd me shpresën që do ndryshojë dhe familjen mos ta shkatërrosh. Nuk ndryshon më edhe, nuk ndryshon. Nuk ndryshon në njerëz, unë e di. E kam 4 vite gjysmë që kam jetuar me të. Mirë, do flasim bashk edhe pas kuintave dhe ta them me zemër që do bëj përpjekjet e mia për të ndihmuar. Kështu që të përshëndes dhe forca, mos u dorëzo. Jo, nuk dorëzo, jo. Mirë, të përshëndes nga Tirana. Edhe unë të përshëndes. E dëgjuam historinë e trisht të Hyries, nënës së një djali 2 vjeçar, e cila tregoi
mes dhimbjes që imazhi, figura e nënës i kishte munguar në shtëpi dhe ishte Viera ajo që e kishte ndihmuar dhe e kishte mësuar për gjithçka 17 vjeçare në asaj kohe. Pas disa viteve, ajo është ndarë nga Viera dhe ka jetuar vetëm me bashortin e saj, me Ledin, edhe ai një tjetër djalë i ri që sot është 28 vjeç. Por Hyria ishte e palumtur pasi sipas saj Ledi ishte bërë përdorus i alkoolit dhe shpeshherë vinte i deur në shtëpi. Por unë ditën e sotme do tentoj të lidhe me Ledin për të folur me bashortin e Hyrijes dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur mes çiftit. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj menjëherë 28 vjeçarin. Ledi, përshëndetje. Përshëndetje. Më fal që të shqetësoj në këtë orë. Pa gjë. Unë tani so ktheva nga puna më. Unë realisht nuk dua të bëhem ai roli i gjyqtares, i gazetares që të hynë për këto familje shqiptare dhe të duket sikur unë jap mend të tjerëve. Nuk është fare ky qëllimi dhe ma beso. Unë pata një bisedë me Hyrien dhe më erdhi keq për Hyrien. O të asgjë për të pas keq, e kupton, janë të shpreh kohë të gabuara që ajo i shpreh kohë pa lidhje. Ajo realisht më tha që kemi ardhur në Shqipëri dhe nuk më dhunon Ledi, por ndoshta nuk e bën të lumtur si grua, si femër. Unë jam vetë femër, vetë grua. Dhe mendoj gjithnjë për këto gra që nuk dihen të lumtura dhe sinqerisht më vjen keq. Sidomos për Hyrien që është rritur në një familje të varfër me një nën që ka patur probleme të shëndetit mendor. Po dëgjoj këtu të thamë tani. Unë niki në orën 5:30 mëngjesit dhe vi tani në orën 5. E la grua në gjumë dhe vi e gjej në gjumë. A kupton? Dhe unë punoj gjithë ditën. Në fund ditës ose në fund darkës, kur vi shtëpi të marr kulloj bisedë si kur është pa pëlqyeshme, e kupton. Ose përditshme, nuk është e inditshme. Unë dua të të pyes, ti je i lumtur me Hyrien? Po mos ishte e lumtur se kisha marrë gruas ashtu, kur kam kohë lirë kam zgjedhë gruan, kam dalë dhe me çunin. Kur jam për ditë punë, jam punë. Unë e kuptoj që jeni familje e re dhe unë sinqerisht ju uroj lumturi, dashuri dhe nuk dua që të shkoni në divorc. Por Hyria më tregoi sot për jetën e saj teksa folëm, më tregoi si ishte njohur me ty, si ishte dashuruar me ty, i tregoi të gjitha, më tregoi momentet e vështira që kishte kaluar në familje me një nën dhe një vëlla me probleme shëndetit mendor, më tha fjalë shumë të mira për nënën dhe babain tënd që nëna jote e kishte mësuar dhe ajo e donte shumë, por ndihesh e pakënaqur për disa gjeste, ndoshta dhe veprime që ti ke bërë ndaj saj. Sa e besoj. Nuk e besoj. Nuk e di jos. Në ndimet e njëri tjetrit nuk i kemi, po. Ti çfarë po më thon? A ke folur ndonjëherë hapur ti? A ke folur ndonjëherë hapur me Hyrien ti për problemet që keni në shtëpi, ti ziti me njëri tjetrin? Ke mundur? Më pare që kemi tjetër. Hyria të ka treguar ti se unë ti se disa zemër mi jam una. Po ta dish ti së një thojë këtë fjallë se Hyria ka tentuar, ka ikur 3 herë, unë nuk kam vajtë e ka marrë 3 herë. Ajo s'ti ka thënë këtë fjallë të. Por e ke menduar pse ajo ka ikur 3 herë nga shtëpia? Ka shtëpi nga puna, se kam gjetë shtëpi, kam bërë dhe 4 rrugë tjera. E ka marrë e ka pru shtëpi. E qartë, e kuptoj që pas ka ikur 3 herë tjera. Por e ke pyetur ndonjëherë veten pse gruaja ka ikur 3 herë nga shtëpia? Se diçka e ka patur që ka ikur. Gruaja ka ikur nga rati se nuk e di se çfarë mund të bëj unë ndaj vetëm ku di unë. Jo, Ledi, ndoshta ti punon nga mëngjes në darkë dhe sakrifikon absolutisht. Por ja, Gramshi i punoj në Tiranë, unë punoj në Tiranë. Gramshi Tiranë e kam për ditë, a kupton? A ti vjen çdo ditë në Tiranë që punon? Gramshi në Tiranë çdo ditë. E kuptoj, lodhesh.
Pas ke goxha rrugullotim që bën çdo mëngjes që vjen në Tiranë dhe kur ikën pastaj që kthehesh në shtëpi, e kuptoj qartë. Por Ledi, ndoshta ndonjëherë që abuzon me alkoolin, aty e tepron dhe hyria për këtë pjesë kishte gjithë atë. Është një pjesë e vonesës. Se vonohem pak. Pse vonohesh që kur vjen nga puna? Jo nga puna, jo. Kur dal me shok, pine kafe, diçka. Kupton. Po dëgjoj, Ledi, sinqerisht ti më dukesh një djalë shumë i mirë. Edhe Hyria më duk një vajzë shumë e mirë dhe pse kishte vuajtur. Ndoshta ka ardhur momenti të flisni hapur me njëri tjetrin, mos shkatërroni familjen, sepse një zënk sot, një nesër bëhet një mullar i madh dhe vjen një moment që njeriu shpërthen dhe nuk di ç'a bën pastaj dhe shkatërron gjithçka. Dhe mos harroni, keni sjell një jetë, një fëmijë. Unë as i kam thënë asnjëri. Asnjëherë nuk i kam thënë. Në dëshirën e saj, vepron si do vet. A kupton? Por nëse ajo ka marrë një vendim që të divorcohet nga ty, të ndahet nga ty, besoj që ti këtë gjë e ke kuptuar dhe duhet të ta konsumosh si bisedë me gruan, se ti po tregon që unë sillem shumë mirë, sakrifikoj për shtëpinë, ajo kërkon të iki. Ndoshta ajo nuk ndihet e lumtur dhe do të iki, por pse nuk e diskuton me gruan? Pse burrat shqiptarë kanë kaq të vështirë të flasin hapur me gratë? Nuk je i pari Ledi që flas. Pjesa, ajo pjesë nuk është e vështirë, kupton? S'ma shpjegojnë për çfarë sy, do ikin edhe unë ta di. Por unë jam sigurt që unë jam sigurt që ti brenda vetes nuk kërkon ndarje. Gjithmonë rrogën fund muajit vije dërzoj shtëpi, ose marr në xhep, ose fut në bank, tash që dërzoj shtëpisë, këtu është bie shtëpia, kupton? E përdorin bashkë. A më kupton? Ti e dashuron Hyrien? Po normale, si. Ka të shif që mos dashurohet. E ke pyetur ndonjëherë gruan tënde nëse dhe ajo të do, një lloj siç e do ti atë? Ajo më do akoma më shumë. Po. A je i sigurt, Ledi? E kam bura për shaflere. Shpejtohet shumë herë, komplet. Pastaj bëhet pishmon, nesër bëhet pishmon, sot e kalon ditën. Ledi, je i sigurt që ajo të do më shumë? Me e ditë. Unë ta uroj me zemër që të keni dashuri. Unë e kam dashur, e kam dashur ashtu siç ishte, pa komplekse. Se është si është, apo është kështu, apo është ashtu, ka qenë kështu, a kupton. Edhe e kam dashur gjithë sot, po bëjmë kaq vite, nëse kam darë. Ta ndaj unë tani, as ka arsye, a kupton, nuk kam si të ndarë ajo. Se nuk ja vlen, se unë e desha, kur dashurova e desha si qishte, nuk e desha... E desha si Hyrie. Nuk do mirë as baban, as maman, as flan, as motrën e saj. Po do mirë e Hyrien. Ti je aktualisht në shtëpi, e ke afër aty Hyrien. Mund ta thrasësh pak? Irena. Irena, e përkëdhel Irena. Hyrie, a i djali që ke në krah? Nuk ka gjë. Jo, me. Hyrie, Po, a i djali që ke në krah, tha që e dua shumë. nuk e di. Se kam duruar 4 vite gjysmë, në kësaj në 4 muaj apo 4 ditë. Por ndoshta mund t'japësh shansin që gjërat të ndryshojnë në familjen tuaj. Edhe unë njëri jam. Po për çfarë ke vujtë? 4 vite, për çfarë ke vujtë? A tinti, vetëm ti. Çfarë piu? Tinti. Kjo, më fal, kjo nuk do që të biesh e alkool fare. A kupton? Po të pish një verë, ose një raki, ose një birë,
kjo thot është pianet dhe alkoholist. Kupton? Dhe e ke pasaj herë, nuk e ke pasë vetëm mirë. Po mirë të dalëm në shok, të pi një kafe, një raki, ose një Më bjerë se s'ke vetë. dalë ti. Si s'ke dalë, ku të dalë? Se s'ke dalë ti. Hajde, dilë. Sa dalë, po dalë me burrin o dhe me fëmijën. Hyrie, Kjo është Apo problem s'është jashtë. shumë. Hyrie, Kjo është nëse problemi. bëhet fjalë për një birë dhe një Po. gotë verë, ai do ta konsumoj. Se dhe ne jemi gra dhe e kthejmë një gotë verë kur konsumojmë një bisedë me miqtan. E kuptojmë, edhe unë e pi verën. Edhe unë e pi verën. Por nëse ti je xheloze dhe e mbyll brenda burrit, Pse të pi naq shumë? Pse të pi naq shumë? Se mirë Vinte pinte për nata i shqilë ato Coca-Cola e birës i shqilë në shtëpi. Pse bëhet ai lloj gjë? Kume? Po, atëherë bëhet lloj gjë fillime. Hyrie, Që fillime? Dëgjoj, qëllimi, Bolton. Hyrie, qëllimi nuk ishte që ti të zihesh këtu kur unë të thërrita. Qëllimi ishte që unë doja ta përqafoja atë djalin që ke aty, ta puthje dhe të vazhdoni tjetën dhe t'i harroni të gjithë zënkat. Ky ishte qëllimi që të thërrita. Po këtë dhe ai qoftë sot thot nesër. Po jepja shansi, unë jam e sigurt që Ledi Kur e kishim mushmenjen për t'ikur, kishe ikur. Nuk kishe nevojë që Po pse kisha të dinte dikush ose dikush fëmijën, e ke bërë mend vetë. Ke mend bërë të mend për t'ikur, sa ai çka mend për shtëpi, rri mendon për shtëpi. Kupton? Kam menduar për ti. Ç'ke menduar për t'ikur? Jo, s'kam menduar për ti. Po, normal, që ti gjëra deri këtu. Po s'është të dashkë një avokat. Çfarë, s'ke vlezë, s'ke motra, i ke gjithë, i ke mirë. Çfarë do? Po nuk më mbështesin se. Qysh vaj? Nuk më mbështesin. Po ta marrim atë motrën tote të themi në telefon se kështu shoj ka për hyrje. Po lere, unë... Ta marrë edhe... Unë s'bera tu. Ledi. Tu qëtë se ke këndim. Apo e kësë e ku? Këndim. Ledi të lutem, Ledi, nuk dua të bëni konflikte me njëri tjetrin. Ndoshta hyrja pati tu. Ledi, ti ke ardhur nga puna dhe ndoshta je i lodhur, por e kuptove situatën. Ti e dije situatën, por e kuptove situatën që Hyria ka folur me mua dhe çfarë mund të ketë thënë. Të lutem, ajo është një vajzë e vuajtur. Unë e kuptoj që ti e do, punon, sakrifikon, por ndoshta ndonjëherë duhet ja thuash me zë të lartë, more, të dua që ajo ta kuptoj. Ta kuptoj dhe ta ndjej dashurinë. Çdo femër e ka nevojë këtë gjë. Është ajo, po. Ka 4 vite gjysmë si sot kjo një, po kjo unë se kam nxjerr njërën punë, të lutem. Ka thënë nëna jote mua, unë ja kam thënë, unë ja thënë thotë. Po çfarë? Si kam kërkuar kur që as punë, as gjë, rrin shtëpi, ma fëmijën, rrit çunin, punoj unë. Mirë, Ledi, No, nuk e di se si bëhet njeriu me lumtur. Të punojnë, të vidhë unë të që e bukën gati, të gjitha të rrobet lare. ja, po shtu i bie Shpikër po jo, së punë, gjë. Kur ti vinorat punojnë dhe të punojnë. A kupton? I dashur Ledi, kështu i bie ti jetë shërbërtore. Një femër nuk është e lumtur të rrinë në shtëpi të gatuaj të lajë të shërbej për burrin. Një femër dhe duhet të punojë, të kontribuojë në familjen e saj. Një femër duhet edhe të ketë shoqëri. Patjetër. Punën e vogël pra, dhe se nuk kam si ku ta lë që të punoj. Aty afër ke Hyrien. Të jap një këshill? Po, urdhone. Bëje të lumtur gruan tënde dhe do jesh vetë 100 herë më shumë i lumtur. Kështu që futi një përqafim dhe e mbyllim këtu bisedën bashkë. Okej, faleminderit. Urdhon. Ndoshta ka nevojë për më shumë dashuri dhe ngrohtësi, se ti e di jetën se si është rritur. Ka nevojë më shumë për ty. Ti e do, e the vetë e dua. Jepja këtë gjë. Bëje të lumtur, do jesh dhe ti vetë i lumtur, do jeti i lumtur dhe djali dhe do jetoni të gjithë të lumtur në familje. Kuptoj. Mirë, Ledi, je i lodhur nga puna, nuk dua të mbaj gjatë, të përshëndes dhe do mbetemi në kontakt. Uroj lumturi në familjen tuaj. Ju dëgjofsha vetëm të mirën. Natën e mirë. Natën, të përshëndes natën.
Mirë, u duk qartë që çifti kishte probleme, por ishin të dy shumë pozitiv, të dy folën me zemër të hapur, u duk qartë që 28 vjeçari e dashuronte Hyrien, e kishte dashuruar që ditën e parë që i kishte njohur dhe e kishte marrë në shtëpinë e tij, por Hyria gjithnjë pretendon se ai dilte me shok, konsumonte alkool dhe e kishte lënë pas dore. Uroj që këto probleme që çdo çift mund t'i ketë në vitet e para të martesës, ata t'i zgjidhin dhe mos të arrin në divorc dhe uroj më të mirat për çiftin. Mirë, ne kemi ardhur në fund të dashurmiqe edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që tuat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse keni një histori për denoncuar, por dhe një eksperiencë të bukur për të ndarë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë të kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite jam live këtu me këto histori të dhimbshme që vijnë edhe nga diaspora. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi sërish nesër live ora 10 këtu në kanalin tim në YouTube.